Çdo përgjigje nuk është i këndshëm, por audio e seancës së 20 janarit në gjykatën kushtetuese ku gjyqtarët jepnin argumenta se pse duhet u rriten rrogat, zbuluan një tjetër detaj të pakëndshëm, se edhe në argumentat ligjor, gjykatësit shqiptar janë hileqar, tregtar, tekanjos dhe për më keq edhe amator. Është e trisht të dëgjosh se një gjykatës i drejtohet kryeministit të vendit si të ishte shoku i lagjes që luajnë kukafsheti. Është gënjyese të dëgjosh një gjykatës që kërkon të fitojë një proces në kohën që qeveria është në mes një fushate dhe duke e pohuar këtë me gojën e tij. Ta bëjmë gjyqin, thot ai, kur ajo nuk e ka mendin. Është skandaloze se si një gjykatës kërkon të kryet një proces fshetazi dhe këta gjykatës duhen hetuar administrativisht edhe për proceset që mund të kenë mbyllur në kohë fushate, pasi siç e pohojnë vetë, është momenti më i mirë për të bërë gola. Këta janë gjykatësit tanë, kjo është reforma jonë drejtësi, sot patëm shihen e parë publike të fryteve të saj. Dhe shija është e hidhur. Edi Rama nuk ka humbur kohë, ai ka quajtur këto deklarata jo thjesht vërtetimi i akuzës së tij, por edhe provat e një puçi kushtetues të gjykatësve kundër ekzekutivit. Megjithëse Rama u kujdes ta quante një puç financiar, shija e deklaratave të tij ishte më e fortë se kaq. Duket se kryeministit nuk i kanë shkuar poshtë ato deklaratat ku sipas tip gjykatësit, të cilëve ai u ka shtuar disa fish rrogën, kërkojnë jo thjesht të marrin buxhetit shtetit 38 milionë euro plus, por të marrin atij dhe pushtetin që ai ka, siç thotë vetë me kushtetut, për të përcaktuar hierarkinë e rrogave në vend. Dhe duket se kjo s'ka më lidhje vetëm me rrogat. Lojrat e gjykatësve me politikën tashmë po dalin në shesh dhe megjithëse Sali Berisha e mbrojti sot në parim ekzekutivin për rrogat, nuk fsheu buzëqeshjen e tij cinike kur duke sulmuar Dumanin dhe Rena Gjokën, bëri sërish atë që di të bëjë më mirë, të përçaj, dhe sërish në pikën e tij më të fortë, të përçaj dhe të kontrollojë dhe shantazhojë sistemin e drejtësisë. Mbështetja që Berisha i dha Ramës sot për pagat e drejtësisë ishte në fakt benzina që ai kërkon t'i hedhë një zjarri tashmë të ndezur. Reforma në drejtësi duket sikur është bërë vetëm për të goditur qeverinë. Për të drejtës lishme, për të hetuar të gjithë dhe për gjithçka, sot gjykatës si ai që dëgjuam në audion e seancës dukshëm paragjykojnë ministra, deputetë dhe kryetar bashkie. Dhe kjo duket e lista e gjatë të pandehurve nga ana e shumicës. Pa aq dukshëm është dhe theksi këtyre hetimeve, parat, ose më saktë xhelozia për to. Një sëmundje e vjetër dhe në indet e drejtësisë së re. Kryeministi duket i ka varur shpresat e gjykatës kushtetuese. E megjithatë, edhe ajo nuk është jashtë kësaj loje. Zbardhja e seancës me shoqatën e gjykatësve, edhe ajo u bë fshetas. Pasi u deklarua se kishte një defekt teknik në transmetimin live në datën 20 janar, zbardhja u fut në internet vetëm para 4 ditësh, në errësirë të plotë të medias dhe gazetarëve. Antarë të rinjtë e të vjetët të kësaj gjykate të lartë, pra të kushtetueses, nuk i fshehin afiliacionet apo komplekset politike që kanë me Partinë Demokratike, ndërsa dhe ata që njihen për ide gjaku, filozofia apo politike me të majtën, më shumë japin llogari në konklavat e baballarëve komunistë të drejtësisë se sa te parimet e drejtës. Rama paralajmëroi se kjo duhet të ndryshojë ose ai do ndërhyj. Po si? Dhe mos është shumë vonë, për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Riostor me mua. Sonde në program janë Ervin Karança, ish prokuror, avokat sot. Mirëmbrëma Karança, faleminderit. Bërsida Gjikondi, mirëmbrëma Bërsida. Avokatët Mont Petra, mirëmbrëma Petra, faleminderit që je sërish me ne, dhe Arben Meçi, mirëmbrëma Meçi. Po ndërkohë, për të futur më pak në diskutim, duhet ta ridëgjojmë edhe një herë, themi ato pjesë, cilat kryeministri i përzgjodhi vetë për të treguar ato që ai quajti një puç financiar ose përpjekje e gjyqësorit për të marrë nga pushteti i ekzekutivit. Ishte një deklaratë me sfond financiar, po patjetër themi ka një hon tjetër në këto themi javë apo muajt e fundit kur dukshëm drejtësia, pra pushteti i drejtësisë dhe ekzekutivi dhe pushteti politik, pra mazhoranca duket se janë në një përplasje për sa i përket limiteve të pushteteve të njëri tjetrit, limite cilat po përplasen në gjykatën kushtetuese. Aty ku në datën 20 janar, shoqata e gjyqtarëve zhvilloi seancën e saj, nxori argumentat e saj për të mbrojtur pretendimet se vetë gjykatësit duhet ishin ata pra përmes gjykatës kushtetuese që të ndryshonin hierarkinë e rrogave të tyre. Po siç u thash, këto audio nxorën dhe detaje të tjera. Ta ndjekim.
Për shkak të defektit teknik, gjykata kushtetuese nuk ka arritur të publikojë me video seancën për kërkesën e gjyqtarëve për të rritur pagat, por audio është bërë publike ku qartësohen edhe pozicionet e gjyqtarëve që kërkojnë rritje të pagave përmes gjykatës kushtetuese. Kërkesa u bë prej dy shoqatave të gjyqtarëve në muajin mars të 2025-s, me synim që ajo të shqyrtohej, po në atë kohë. Arsyeja lidhet me mosvëmendjen e qeverisë tek gjyqtarët për shkak të kohës së zgjedhjeve që ishin më 11 maj të 2025-s, siç e tregon njëri prej përfaqësuesve në seancën e 20 janarit. Unë jam gjyqtar karriere. Përveç sa jam një qytetar aktiv në shoqëri dhe kuptoj se çfarë bëj, kuptoj nga politika, kuptoj nga jeta shoqërore, nga të gjitha. Kuptoj dhe nga statusi i nivelit të demokracisë apo statusit të zhvillimit të këtij vendi, marrëdhëniet ndërmjet pushteteve. Këtu gjyqtari e lidh argumentin me reagimin dhe përplasjen me kryeministrin. Është paraqitur në fillim të marsit, e kam bërë kërkesën vetë personalisht e kam sjell. Dhe shpresoja që të dilte shumë shpejt kërkesa, që të mos kishte kohë që të merrej të pak në pjesën e presionit, sepse gjyqi është gjyq në fundit. Ne nuk bëjmë interesin tonë, gjyqtari sot është, nesër s'është për janë brezat e gjyqtarëve. Çështja u shty dhe faktikisht jemi këtu ku po diskutojmë tani. Që presionin ne nuk kemi dashur të reagojmë dhe ne të zgjuar jemi të presim një moment të përshtatshëm kur përgatiteshin zgjedhjet e tjera që ishin dhe të paktën qeveria nuk do të kishte kohë që të merrej me ne apo me ju dhe ndërkohë si dihet se si dilte rezultati i zgjedhjeve të tjera. Por sipas përfaqësuesve të shoqatave të gjyqtarëve gjatë zgjedhjeve, presioni ndaj kushtetueses do të ishte i ulët për shkak të angazhimit në fushat zgjedhore. Jemi koshient në lidhje me forcën e pushtetit ekzekutiv, nivelin e demokracisë dhe të gjitha gjërat që janë në këtë vend. Kjo është arsyeja